Ju përshëndes edhe një herë të gjithëve emër për emër dhe një përshëndetje shkon edhe për Gjuliana. Gjuliana, përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Po ashtu kujtëm si ma gjuna i përshëndetje i nderuar dhe mirë se na erdhe. E një përshëndetje veçantë shkon edhe për shërimtarin tonë Selman Palloshi, ku përshëndesëm familjarisht dhe i urojna arktim të bukur në vazhdim. Faleminderit shumë si çdo herë që jeni bashkë me ne. Po ta dhe një koment. Përshëndes edhe Muharrem Sopjanin, mirë se erdhe nderuar, mbrëmje të bukur e të mirë edhe për juve. Faleminderit shumë. E na shkruan Kemal Bekir nga Amerika, përshëndetje Radio Zëri Liri, ju përshëndes nga Amerika juve dhe tonë dëgjuesit. Kaloni një natë të bukur sonte, respekt për tonë. Faleminderit i nderuari Kemal Bekir, edhe ne të përshëndesëm atje në Amerikën e largët dhe të urojna arktim të bukur në vazhdim me emisionin tonë. Faleminderit shumë. Murtez Dajaku edhe një herë të përshëndes. Hysni Ferati, faleminderit shumë, respekt për mbështetjen tuaj, Zotit e dhasht shëndet dhe bereqet, Zotit arujt familjen. Respekt për këtë dhuratë që e dërgove tek Radio Zëri Lirë. Po harruar asnjëherë edhe dëgjuesin dhe vendasin tonë të Sen Lausha, ku po na shkruan përshëndetje mirëmbrëma dëgjues të shtëpisë së madhe të Radio Zëri të Lirë. Përshëndetje moderatore Lulja Shabani, arktim të këndshëm, respekt Zoti i bekoft shqiptarin. Faleminderit edhe një herë vendas, Zoti të rujtë të bekoft edhe ty. Faleminderit për të gjithë dëgjuesve që jeni këto në live stream. Përshëndetje Grisha edhe një herë, përshëndetje Gjuliana, përshëndetje Kemal, përshëndetje Adifete, Rahim, Selman, Eli Memeta, Lili, Aurora, Perle Rusha, i të gjithë jeni të përshëndetur. Faleminderit shumë, Ganimete, Beli, të falenderoj nga zemra, respekt pa fond. Përshëndetje veçantë shkon edhe për familjen Aliçkaj atje në Deçanin Heroik. Respekt për të gjithë, emër për emër, jeni të mrekullueshëm, Zoti ju rujtë dhe ju bekoft. Shkoj kështu me muzikë të zgjedhur, po edhe numri është i hapur, mund të telefononi në +383 48 150970. I nalëm tingujt e kësaj këngë të bukur për ta pranu edhe telefonatën e parë për sonte. Alo, përshëndetje, mirë se na erdhe rra. Përshëndetje për ju në studio dhe gjithë dëgjuesit tona në mbron globit këtë që ndodhen. Ju dëshiroj gjithashtu një mbrëmje të mirë në vazhdim dhe shpresoj se po kalojnë mirë me emisionin tonë. Faleminderit vëllaçko, shpresoj. Si kalove sot këtë vikend? Mirë, faleminderit. Një ditë e qetë, pak vrant, po në përgjithësi mirë. Nuk u kon kështu fort ditë e mirë që me dojë pak më shërtita diçka, po një ditë e qetë, mirë. Vllaçko, a do të kyqesh pak në temë, apo vetëm ka hiti përshëndes dëgjuesit, si të dëshirosh? Tema nuk e di çfarë është, se u kyqa pak më vonesë për edhe vetë, se isha në zonë. Nuk e di cila është, nëse ko mësi ma konfirmu e herë, e të qyrum. Patjetër, tema për sonte është kjo. A jeni penduar ndonjëherë në jetën tuaj për diçka dhe po të kishit mundësi, çka të ndryshoni? Çka shkoft, kur mos u ktheft, atë se më thonë se shkoft. Çka hub mos u gjet. Kur për ato veprimet e mia që ai kom bën diçka kur nuk më pendu se ndash pendon, ndash mos u pendon, të kaluar nuk mundesh me ndryshu. Mirë për njerë nëse dikon ka bon ai gabim, ose pa morë parasysh çka, atëherë do të nëse është pak që thëmë na mirë në kryu, mos me përsërit njëjtat, dhe që ajo është pendimi më i mirë që mundet me pos me bon një person për mendimin tem. Është kot për shembull pendimi ose kërkim folja se nuk ndryshon kur që të kalunën mirë, po një do të jetë pak i kujdesshëm, mos me i përsërit gjithmonë të njëjtat gabime, të njëjtat vepra, të njëjtat fjalë që lëndojnë dikan. Unë mendoj kështu.
Vllazhko, të falenderoj shumë. Pajtuna plotësisht se ajo është në rand parë që njëri duhet me pas kujdes, po nga njëherë edhe gabon njëri, gutet, full, e lëndon dikane, kështu që një kërkim falje pse jo edhe qa me thonë, të regulluesh do gjon, po për zutet e na këgja zërë është të një me kërku folje, si na vete nuk e lona në gabim as njëherë, që ato problemi. Jo, gabime e pa gabim është veç Allah ati kofshën fol. I pa gabushëm. Ju i gjithësis, ajo i pa gabushëm, edhe vetëm ati kërkoj folje për gabimet e vepra që kum bo mirë, po tek njerëzit, e shpreja më falë është veç një laf goje nëse nuk ndryshon për të mirë diçka, po kupton. Këto kam qëllimi, domethënë është e kot tash nëse on ty që në këtë moment diçka të ofendoj ose të lëndoj me ndaj fjalë diçka, edhe në fund bisedës tha më fal, çka kum bo me fjalën fal, cilla peshon më shumë. Apo kupton? Po shumë bukur. Po çfarë është, domethënë njëri më mirë është mos më thonë hiç më fal, gjatë bisedës më mundu pak të paktën me mirë shmong fjalba apo vepra në përgjithësi kështu në jetën e përditshme vepra të cilat shkaktojnë dëm me dikan e lëndon e tjera është shumë më drejt për mendimin tim. Faleminderit vllazhko, respekt. Vllazhko, a do të na kënesh në këngë sonte? Se këgjamate s'na ke kënu. Po, për momentin se tash pak para këtu nëse në Austri, nëse në Gjermani janë pa afrohen pashkët edhe ka pak më shumë stres në punë. Nuk po muj me orë me kokë, po jeti online mirë, po me dëgju gjesh ashtu përmes dëgjoj sa të kokës kështu bluetooth që thojmë na i ngoj gjithë vazhdimisht ama me shkru kështu nuk po muj se jam shumë i nxonë me punë. Mirë po rrig mas perder që thojmë na. Atëherë, do të na këndosh apo jo? Me qenë se është muj i shajt i Ramazanit e kisha kënu në ilahi e kisha përshëndet gjithë besimtarët musliman, shqiptar, vllazërit tanë shqiptar, inshallah Allahu ja u pranon agjerimin. Edhe shpresoj që koma ju pëlqen. Atëherë shkojna vllazhko, mikrofoni për ty. Faleminderit. Në kohë gjitë kur vjen s'më zihet vënive, mali zemrën e madjek, lotin se pret, lotin se pret. Kohë haqit kur vjen s'më zihet vëniven, mali zemrën e madjek, lotin se pret, lotin se pret. Qabe moje bukurje, ka bekuj madhi Zot, zemra ime rehatje për çdo jetë, për çdo mot. Qabe moje bukurje, ka bekuj madhi Zot, zemra ime rehatje për çdo jetë, për çdo mot. S'ka vënë për mune me me shku, aty mune me vesh, ftyra ime busqish, ftyra ime busqish.
As ka vëne për mune me me shku, atyra mune me vesh, ftyra ime bushish, ftyra ime bushish. Qabe moje bukur je, t'ka beku i madhi zot, zemra ime rehatje, për çdo jetë, për çdo mot. Qabe moje bukur je, t'ka beku i madhi zot, zemra ime rehatje, për çdo vjetë, për çdo mot. Faleminderit. Wow, faleminderit Vllachko, respekt pa fund. Menderes qofsh. Atë, Urna. Do është me hundi shka ta ndërprema fjallë. Jo, thashë, me të vërtetë na ka kënaqur shumë bukur u dëgju edhe një ilahi që me të vërtetë ja vlen të dëgjohet. Respekt pa fund Vllachko. Faleminderit shumë. Menderes qofsh, në mbrëmje të mirë në vazhdim për të gjithë. Faleminderit Vllachko, mirë mbet shumë e mirë u dëgju shumë në emisionet tona të radhës. Respekt, ciao. Ciao. Të dashur dëgjuesi, ishte pra edhe administratori i Radio Zërit të Lirë dhe vllau jem Rahim Gashi, ku e falenderoj për telefonatën, po ashtu edhe për atë lahit e bukur që e kënoj, edhe njëherë ju përshëndes të gjithëve emër për emër, ju falenderoj. Selferati edhe njëherë të përshëndes, të falenderoj shumë, përshëndes edhe Ganimete Avdin, ku ka shkru një koment rreth teme. Të lumtë Lule Shabani për emisionin shumë të bukur, tema shumë e qelluar. Pendimi im në jetën time është largimi nga atë dhev. Këtë nuk ja fali vetes kurr. Wow. Faleminderit shumë Ganimete, Zoti të rujtë të bekoftë me familje. Ka shumë si ti, po qa me mo jeta na ka imponu, kështu tjetojna larga dhevët, larg familjes, larg çdo gjaje ku u lindëm dhe u rritëm dhe kaluam rinin, që kjo është jeta. Një përshëndetje dhe një falenderim shkon edhe për Ditmir Ditin, ku është bashkë me neve, e falenderojna. Paru asnjëherë cen laushën mirë se erdhe vendasën mbrëmje të bukur e të mirë, respekt pa fund. Kemal Bekere, faleminderit shumë, Selman Palloshi, Grisha Regj, faleminderit të gjithë edhe njëherë jeni të përshëndetur dhe ju falenderojnë nga zemra që jeni bashkë me neve. Hilmi, mirë se erdhe, të uroj mbrëmje të bukur e artim të mirë, faleminderit shumë. Sa i përket temës Lule Shabani, unë në jetën time më së shumti jam pendu që jam martu. Rejgjani, hani luke, hani, i këra u përshman ti që i e martu, se ke pos qef me konë vetën që ashtu, salamadi, oj luke, plasan të ti. Shkaj me këtë këngë të bukur të kënduar nga Gzim Nikaj, oj Shqipëri, oj nëna ime që ishte duke shku dhe kthehemi pas pak. Dëgjim të këndshëm. E pra të ndëruar të gjusi, jemi rikthyer mas kësaj këngë të bukur, edhe njëherë ju përshëndes të gjithë emër për emër. Një përshëndetje shkon edhe për Ganimet Oruqin, ku po na shkruan në mirë mema, e përshëndetje për të gjithë dëgjues e shequs në veçanti për moderatorën dhe stafin e mrekullueshëm. Ju uroj një mbrëmje të bukur dhe respekt pafund për të gjithë.